të cilat janë sëmundjet kronike, të cilat, po e thamë në thojza, e ndihmojnë një organizëm të ketë fraktura ma lehtë, që ka përqindje, për shembull një osteoporozë, ka përqindje shumë më ndoja me një rrëzim të lehtë me pas një frakturë se sa unë që s'ka me osteoporozë, për shembull. A ma spjegon pak ta? Këto po du me spjegu, do më thonë, pak me periudat kohore qësh edhe fillova mi ndo. Periuda prej moshës, prej kur fillon aktiviteti, tash po këtena pak ma në fillim, për mos me ndoshta kom edhe 5 minuta këto. Do më thonë, aktivitetet e shtume që s'mujta mi përmbledh ma ndej vazhdu dikun tjetër të mosha 18 vjeqare. Aksidentet jënë tepër të tmerrshme. Aksidenti kur fëmijët fillojnë me 18 vjeçar, që tashmë nuk janë fëmijë, fillojnë me vozita, aty ka mundësi me ndodhë traumat të mëdha dhe ne ballafaqohemi me fraktura jo sikur të fëmijëve që janë fraktura që është rrëzu. Do të thonë, fillon aktiviteti ku njerëz fillojnë me punu dhe janë rramjet e lartë, rramjet prej objekteve të larta dhe këto na bin neve fraktura që janë shumë të komplikume që duhet trajtim të veçantë. Dhe çka ndodh me moshën? Në moshën 50 vjeçare, njeriu në përgjithësi dhe kocka fillon mu shpërbë. Këtë periudhë duhet me gjetë, me tentu, me gjetë një balans të asaj sa kocka shpërbëhet. Fatkeqësisht po them këtë proces nuk mundemi gjithsesi me ndal, me stopu. Me ndal kemi mundësi se, do të thonë, është me stopu, është një proces që s'ka mundësi mundal për faktin se ne jem të shku në një periudhë që kem të plakjes dhe aty futet edhe kocka. Mirë, por ne duhet me tentu me ushqy maksimalisht kockën, që kocka me mbajt qatë forci qysh e ka pas ma herët mas moshës 50 vjeçare. Dhe kjo ka trajtim shumë të veçantë. Do të thonë, ne shpesh herë në një moshë 50 vjeçare, 2 rentgena, nëse i krahasojmë, shohim se takojmë shumë shpesh, domethënë kocka që janë shumë të kështu të shpërbëra, që s'ka forcë. Dhe na me njëherë i preferojmë që duhet të më trajtu kjo. Osteoporoza është një diçka që fatkeqësisht ka shumë për me u trajtu në Kosovë. Ato që unë e shoh, kush e bën osteoporozën, një prej faktorëve është aktiviteti. Unë e di që nuk është e lehtë mi thonë një njeriu të më shumë që duhet me pas aktivitet. Aktiviteti është numër 1, mandej janë suplimentet që ato që na i preferojmë për me ushqy kockën. Edhe ushqimi. Edhe ushqimi. Do të thonë, ushqimi shumë perfekt i pari që nëse dikush nuk e ka në ushqimin e vet që ato përmbajtje që ushqejnë kockën, atëherë ai vjen te një osteoporozë. Atëherë duhet gjithsesi mu marrë me u trajtu edhe me tableta, që sot në treg ka shumë që munden me bu. Mirë, po para se me ardhi te ajo për me fillu një tabletë, unë gjithmonë e këshilloj osteodensiometrin, që është sot në popull quhet si Dexa, për me vërtetu në cilën gradë të osteoporozës jem, për me mujt me trajtu. Çka i ndihmon ajo? Na e dim që me moshën në shtym vinë edhe te i tercimet, dhe këto fraktura mandej kanë edhe prognozë jo më të lehtë se sa në një frakturë ku kemi një kockë shumë të mirë. Ne kemi mundësit për mi trajtu me pllakat të ndryshme. Këto janë pllakat të cilat vendosen në disa prej lëndimeve që sa një pacienta. Po, këto qëndrojnë përjetësisht në organizmin e njeriut? Kështu janë 2 teori që unë e kisha pas qef mi tonë. Në keqat përvojën time që unë e kam atje dhe këto që tash jam të marrë, këtu është 2 sendi shumë i madh. Një dallim pak që këtu pacienti të pyet parë kur ka me tërheq këto. Në Gjermani fatkeqësisht është një ponje shumë e artë që i bjen nëse kjo nuk të pengon, ti s'kemi hek asnjëherë. Ne çdo herë thojmë që këto mundemi me hek në mbas 1 vjeti dhe 1 vjet të gjys. Mirë, por nëse nuk të pengon, nuk ke nevojë asnjëherë. Me vendos një pllak me shrafa, me vida që ne i themi, është dhe me repunu një frakturë shumë ma mirë. Ndërsa me hek, gjithmonë mundën mu paraqit komplikacione dhe nëse nuk pengon, unë nuk jam
thom prap me plot vedije. A ka raste kur pengon? Po ka, kryesisht te vajzat e reja që tentojnë me hec me shtiklla, është një frakturë shpesh të qasaj që shumë herët e përmendëm, domethënë me supinacion që shpesh bjen frakturë dhe ato vinë dhe ka njëherë janë edhe të pa. Dhe kjo se lejon me boqa zgjatjen e lirë pastaj. E zgjatjen dhe pengojnë këpucat të mbathjet dhe çajo e pengon dhe ato vinë dhe hekin. Ka njëherë dëshirojnë edhe para një vjet, unë këto s'ja preferoj, mirë po nuk është e pamundshme. Nuk është e pamundur për mësmik, po nuk munden me qëndru përjetësisht.